Alena, i duke projektu zjedhe apo që? Në qëse ndërtojt një monstrum pa qenë nga Albulena Agjiu, është për një me edhe gabim edhe jo korekte të flasim për kësaj premise. Zonja Agjiu pa mërë parasysh ka në ka baba, ka në ka burë. Zonja Agjiu përfason një zo shumë të rëndësishëm edhe konzistent të asaj shka quajmë vetëvendosje dhe qëndrime politike të vetëvendosjes. Është figur jo vetëm ma e votuara në aspektin gjinor të quajmë gruaja ma e votuar në Kosovë, edhe ma e votu me sekret lideret opozitës një ka një. Absolutisht legitimitet. Përfasimi politik dhe legitimiteti politik votës qytetare, s'ka kur farë arsye mos më votu se nuk e ka propozu PDK-ja e që mos mi pëlqy. Kjo është një vetëvendosje e për një mend, edhe nuk konsideroj që ka kur farë triki apo strategji e mrapa që s'ko ka përzgjedhje. Tjetërsen është që nuk ju do këtë PDK-s, tjetërsen është që nuk ju do këtë LDK-s. Ajo LDK-ja ka thonë kërkush s'na do këtë i mirë. Jo, ka thonë ai Guri. Pa Agim Bastiri mund tjetë. Pa i tash ato... Ama fa është mendim personal. Pa dhe pa të nëzirë në Sufbete dhe në kalu me mi bo pandam Vjosa Osmanit. Do dhe qka unë shoh që vetëvendosja ka zgjedhur figurën më të rëndësishme natyrisht, më të fort politike, më të qëndrueshme politike, më konzistente politike, mas glau konjuftës nga radhët e veta. Nuk po lyp konsensus. Tema tjetër është a mund të nxjerr shumicën. Nuk mund të nxjerr me Albulena Agjiun shumicën, është evidente se është era 5. Por nuk po dënë me lujt këtë loj. Nuk pe lyp konsensusin për arsye se s'ka logjik as kushtetuse ta lypësh një konsensus. Ajde e kuptoj për presidentin e vendit. Qysh do me bo Blerim? Qysh do me zgjedh kryetarin e kuvendit? Ajo është pyetje që do ta pyesësh edhe Albinin edhe ata nga vetëvendosja. Po, atëherë po i pyeti, qysh doni me konstitu kuvendin? Qysh doni me zgjedh kryetarin kur nuk i kini votat e mjaftueshme? Me zgjedh vetëvendosja, sepse vetëvendosja vetë i ka vetëm 28 vota dhe i duen edhe votat e partive tjera. Edhe Shqipja tha ku nuk i keni, do thotë që... Po si ka? Edhe ti e duke projektuar blerimin aty brenda që ti ketë votat. Jo, unë po projektoj se duhet mu ullë me bisedu me parti tjera. Mu ullë me bisedu parimisht për kompromise, po konsensus parimisht një pajtueshmëri për me shku për para. Po pajtueshmëri, konsensus, palidhje, kot, vish me teke edhe i note. Po pse pra edhe vetëvendosja vish me teke? Pse s'me ndronë? Qili tek? Ju ka tek veç Albulena Agjiun. I ka edhe 21 Nuk është more me teknologjika, rrjedha normale gjona është. Vendimi gjykatës kushtetuse nuk i thot me tekin. Thot e ka të drejt me propozu. Mus po m'pëlqen e vetla Albulenës, shikimi shtremtik nga ukrit, staje kërkush s'pëdot që s'ka drejt. As është jo morale, jo etike, me lyp nga opozita, mi a votu Albulenën. Po shka është njëgësisht e njejt, jo morale, jo etike, e mrapsht, e flisht, e poshtër, është mingjit bishta Albulena Agjiut, valla une nuk pe konsideroj Albulenën të përshtatshme për kryetare, se o kom përqarse. Njëjtja ka bo edhe vetëvendosja për tjera. Shikon shtyllë e qëndrimit politik të asoj partije. Të asoj partije, po jo për mu, jo për parti tjera. Po mirë bol, po kjo s'është arsye sepse ajo s'është të kandidua aty për me abot qefin edhe teket e opozitës. Mos e kërko votën e opozitës. Pse mos me kërku? Pse qashtu teku i këty në zotnive opozitor po da? Bashkë ju ka tek, mos me votu. Atër pse teku i opozitës shqipe? Pa ma ku është interesi publikut? Po pikrisht, kush e ka përgjithësi mas madhe? Ku është interesi qytetarëve? Kush e ka përgjithësi? A është interesi qytetarëve që në këtë moment që përmendi Sadiku, por është çështja e energjisë, çështja e ekonomisë, probleme dhe mëdha dhe zvarritet kjo punë. Qytetari, kujt ja ka dhënë përgjithësinë me i bë këto? A ja ka dhënë vetëvendosjes? Vetëvendosja është fitusja relative. Nëse është relative. Banen mush, Shqipe nuk është në rregull kjo. S'ban kështu me dhonë. So korekt, ajde banen mush, a peshe që si ki numra. Ka më bloku, s'pon përqen vjetla jote, pa kjo është në bëti qysh. Kjo është inat i mahollës.
Inat i vogël i Mahollës, si ai rrugosh i Mahollës që e merr topin, se o topi atina e thot, topi jam, unë pe marr, s'po du me lujt, e kalli loja. Se s'po m'pëlqen se ma ki dhon gull më herë. E unë s'po muj me dhon gull